U mbajt konferenca me temën themelimi, funksionimi, përgjegjësitë dhe ndryshimi i rregullores për këshillat lokal në Gjakovë. Në të gjitha fshatrat e komunës së Gjakovës, këshilli lokal ka qenë një proces i mirë, i cili ka shkuar me votim nga komuniteti. Shoqata e gruas në Gjakovë ka monitoruar dhe mbështetur logjistikën e zgjedhjeve të këtij procesi, tha menaxherja e projektit në shoqatën e gruas Eranda Baçi. Tash kanë kalu 2 vite që këshillat lokal po funksionojnë në bazë të rregullores për organizimin e lagjeve urbane, vendbanimeve dhe fshatrave në komunën e Gjakovës. Bashkëpunimi në mes Kuvendit Komunal të Gjakovës dhe këshillave komunal ka qenë shumë i mirë, duke marrë parasysh përgatitjen e projekt buxhetit, pohoi kryesuesi i Kuvendit Komunal në Gjakovë, Luan Gola. Në vitin 2015, Kuvendi Komunal për të parë ka paraqit skemën e gjitha projekteve, ka qenë numri më i madh i projekteve, rreth 175, parasysh se ne nuk kemi lejuar që në kuadër të buxhetit, projekt buxhetit për vitin 2015 të ketë projekte në të cilat gjërat nuk janë të konkretizuara. Janë thjesht të dedikuara për ato projekte dhe që mos ketë anashkalime. Kjo formë e komunikimit tregon që Kuvendi Komunal ka qenë shumë i hapur, dhe Asambleja Komunale ka qenë shumë e hapur gjatë përgatitjes së projekt buxhetit, që është një ndër faktorët më të rëndësishëm në mbështetje të projekteve që vijnë prej regjoneve të ndryshme. Në mes tjerash, menaxheri i projektit të shoqatës Syri i Vizionit, Naser Lajçi, tregoi për përvojën e tij në terren dhe tha se Gjakova është një vend që ka pasur dhe vazhdon të ketë ende një traditë në menaxhim. Pjesëmarrës në këtë konferencë ishte edhe Besnik Tahiri nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale. Tha se përvoja e gjatë në qeverisje dhe menaxhim publik luan rol të rëndësishëm për komunë, në veçanti për qytetarët e saj. Komuna ka një fleksibilitet që përmes statutit dhe rregullores pak a shumë ta përcaktoj funksionimin e këshillave lokale. Mbi të gjitha, këshillat lokale duhet t'ju nënshtrohen parimeve të qeverisjes mirë. Në radhë par parimit të lidhshmërisë, me botë saktë që ne nuk mundem aty me kriju tash një korpus të njerëzve që punësohen dhe hynë në listë të paga, se është e pamundshme. Parimi i dytë është i subsidiaritetit. Parimi i tretë është efikasiteti dhe efektiviteti. Pra të bëjmë diçka që e rrit efikasitetin e punës, po të njëjtën kohë është një institucion efektiv. Nga ana tjetër, kryetari i kryesisë së këshillave lokal Muharrem Musa falenderoi shoqatën e gruas në Gjakovë për punën e suksesshme që ka treguar ndaj këshillit. Kemi bashkërisht një vullnet mirë që jemi të punuar së bashku në tërë territorin e komunës së Gjakovës edhe në fshatra. Unë e garantoj komunën, kryesuesin, drejtorat, nuk ka politikë të kryetarit të këshillit bashkëkombëtar. Pavarësisht që politikë nuk ka politikë. Konferenca u organizua nga shoqata e gruas në Gjakovë dhe u përkrah nga Olof Palme International Center. Në mes tjerash u diskutuan tema si roli i komunës me këshillat lokal, detyrimet dhe mekanizmat koordinues, si dhe sfidat e themelimit të këshillave lokal.